24. Detyra e tretë islame, agjërimi. Detyra e tretë kryesore islame është agjërimi, saum i Ramazanit. Agjërim do me thënë që të heqim dorë nga ushqimi, pija, pirja e duhanit dhe marrëdhëniet intime nga agimi e deri në perëndim të diellit, me qëllim për kushtimin ndaj Zotit Xheleshenuhu. Çdo musliman madhor dhe i shëndetshëm me ka obligim agjërimin. Niyeti për agjërim bëhet kështu: unë kam vendosur të agjëroj Ramazanin në emër të Allahut. Zakonisht niyeti bëhet para agimit, në fund të syfyrit, kur edhe fillon agjërimi. Ramazani është muaji i ibadetit, mirësisë dhe rilindjes fetare. Në xhami lexohet dhe shpjegohet Kur'ani, kurse në shtëpi ndihmohen të varfrit, priten dhe vizitohen të afërmit, miqt e fqinjt. Gjatë natës në Ramazan falet namazi i teravis. Gjatë Ramazanit kemi dy shprehje të shpeshta: syfyrin, sehur, koha e fillimit të agjërimit, dhe iftarin, koha kur duhet ndërprerë agjërimi. Iftari bëhet duke shqiptuar bismillahin, zakonisht duke pirë ujë, duke i shtuar edhe ndonjë hurmë apo gjësen tjetër halal që kemi mundësi. Gjatë agjërimit duhet të ruhemi nga të gjitha veprat e këqija. Agjërimi prishet nëse ham apo pim diçka, pim duhan, bëjmë marrëdhënie intime e të tjerë. Njeriu që nuk ka agjëruar e ka për obligim të kompenzojë këtë agjërim. Në fund të muajit Ramazan japim ndihma për të varfrit, e sidomos ndihmat e detyrueshme, sadakatul fitrin, nëpërmjet institucionit fetar vendor. Shpërndarja bëhet në njërin prej 8 kategorive kuranore dhe për këtë vendos organi kompetent fetar. Nata e 27 e Ramazanit quhet nata e Kadrit. Ajo është nata më e vlefshme e vitit. Në këtë natë ka filluar shpallja e Kur'anit. Pas përfundimit të Ramazanit pason Bajrami, si ditë e shënuar e muslimanëve. Agjërimi i Ramazanit është obligim për të rriturit, për të shëndoshit fizikisht dhe mentalisht, për jo udhëtarët, por është obligim për të burgosurit, punëtorët me punë të vështira, të moshuarit, për femrën shtatzën ose për femrën pas lindjes që ka frikë se mund ta dëmtojë fëmijën, femra gjatë cikleve mujore e të tjerë. Udhëtari mund të mos agjërojë nëse do të udhëtojë mbi 80 kilometra dhe deri në 15 ditë. Të tillët do ta plotësojnë agjërimin në momentin e duhur, kurse të sëmurët pa shpresë për shërim apo të moshuarit e pafuqishëm do të paguajnë kompenzimin, shpagimin, fidjen, në lartësinë e sadakatul fitrit.